Shikues të nderuar, jemi sërish bashkë, ndërkaq tani do të flasim për diçka krejt tjetër. Do të flasim më për politikën, do të flasim për një temë sociale që ka të bëjë me shkurorzimet në Kosovë. Divorcet në Kosovë duket se janë rritje të madhe, ka 135 raste të shkurorzimit prej mbi 50%, duke krahasuar atë me janarin e këtij vitit. Pra vetëm në shkurt ka pasur 135 shkurorzime. Sepse po ndodhin këto, apo ndikojnë dinamikat jetësore, apo ku është të themi kështu probleme, do e diskutojmë bashkë me neve në studio është Petrit Ladrovci, avokat, mirë se vjen. Mirë se gjetëm. Në anën tjetër është Teuta Bajgora, sipërmarrëse, Teuta mirë se vjen në Kosova Live. Vetëm pas pak do të na bashkangjitët edhe Antigona Kotori, ndërkohë që përmes lidhjeve direkte do të kemi edhe sociologën Kushtrime Thaçi Idrizi. Kushtrime, mirë se vjen në Kosova Live. Mirë se vjen. Faleminderit për inkuadrimin, ndoshta do të ishte më mira që këtë bisedë të fillojmë pikërisht me sociologën, një numër i madh i shkurorzimeve, një shifër e madhe nëse e krahasojmë me janarin e këtij vitit, pra i bie që ka pas rritje me mbi 50%. Çka po shkakton që të ketë kaq shumë shkurorzime? Unë do thoja rritje rekord të këtij fillim viti, po ashtu edhe do e cekja hulumtimi i 2023-s nga UKB-ja që ishte zhvillu dhe ka ardhur me një përfundim që vendet të Ballkanit, shtetet e Ballkanit si Maqedonia, Shqipëria dhe Kosova kanë rritje rekord të divorceve. Kështu që cilët janë shkaktarët socioekonomik, ku mendoj që janë këto tranzicione pikërisht socioekonomike, është emigrimet e vërtetshme që po ndodhin nga Kosova në këtë rast. Dhe shumë shkaktarë të tjerë, rritja e çmimeve është dhe vitin e fundit, sidomos edhe mos përballimi i të gjitha këtyre vështirësive. Unë po mendoj në pas të këndvështrimit tim që po e çon shoqërinë tonë në këtë kaos të quja të divorceve dhe shpërbërjeve të familjeve shqiptare, sidomos të në vendin tonë Kosovën. E qartë, Petrit, a mund të jenë edhe këto, problemet ekonomike, rritja e çmimeve me dhe një prej arsyeve që ndoshta mund të krijojë probleme në çift edhe çoj deri tek divorci? Realisht në vetë si numër nuk mujnë me marrë si fenomen të dim sakt nga ka në periardhen apo në ky volum i lartë i rritjeve të shkurorzimeve, po ne nuk duhet të fillohem për shkak të shkurorzimeve që kanë ndodhur në muajin domethënë në muajin shkurt apo janar, për shkak se këto procedura kanë nisur shumë më herët. Tash nuk mund të themi për shkak të çmimeve, për shkak se tani është duf me nis procedura shkurorzimeve. Që kish dashur më ndatë, domethënë mas një viti e gjys, apo minimumi mas 6 muajve të jetë kjo procedura e shkurorzimit. Kështu që këtu procedura që janë shkurorzu tash në muajin shkurt ka nisë ndoshta para 6 muajve, para 1 viti apo para 2 vite. Po këtu ndikime janë fenomene më shumë edhe të shoqërisë, po edhe çështje financiare, çështje të migrimit, ndoshta edhe çështje të kulturës tonë, për shkak se më herët kena thonë që janë mësuar me jetu në familje shumë të gjera, ndërsa tash kemë ma përparësiat individualitetin e personit, kënaqësinë e personit dhe gjithashtu ka të bëjë edhe me çështjet ekonomike që janë 2 faza. Faza e parë ndoshta për shkak të mungesës të atyre qëndrueshmërisë financiare të një çifti, edhe mund të vijë deri te problemet akute të cilat mund të çojnë në shkurorzim, por gjithashtu edhe problemet ndoshta edhe nga ana për shkak të emancipimit apo edhe të një qëndrueshmërie të mirë financiare për gratë, ku tashmë femna nuk është më që duron ndonjë lloj presioni, dhune apo mund të jetë të qëndrojnë në një botë ku jetë se më herët ndoshta ka nduru edhe nëse si kanë pas raporte të mirë për shkak të çështjeve ekonomike, për shkak se s'ka mujt t'ia dalë ndoshta apo edhe se ka pas besimin që mund t'ia dalë ndoshta në të ardhmen e shkurorzuar. Hajde Teuta tregojna se çka po ndodh në terren, sepse vazhdimisht kemi edhe shoqëri që na tregojnë që ka shkurorzime, na tregojnë arsyet nga ajo që ke dëgjuar vet. Cila mund të jetë një prej arsyeve kryesore që po ka ndarje në çifte? Shkaki kryesor është si gjithmonë që është gjithmonë temë e përhershme është, domethënë besnikëria është pjesë bashkë me tradhtin. Kjo është më shumë të pjesë që
bëhen shkaqet e tradhtisë, e ndamjes, edhe normal ka edhe shkaqe tjera, tash edhe po martohen shumë të ri, a vlen pjesa që kur të martohesh pak edhe i ri emocionalisht nuk je edhe i gatshëm, edhe mënyrën asnjë sa nuk je i gatshëm për martesë, edhe ato mendoj ka shumë faktor pjesa edhe normale edhe çdo sa ne bën ka shumë faktor që e bëjnë pjesën, po më shumë të është pjesa e besnikërisë dhe tradhtia, unë mendoj. Pra, është temë e diskutimit kjo çështja e tradhtisë. Mas shumë ti që diskutohet. Por në anën tjetër, po thuhet e uta që është bë trend që nga të dy palët, ndoshta dakordohen që mos ketë besnikëri ashtu siç jemi mësuar në raportet në qefta. A mund të jetë kjo ndoshta? Jo, mu dakordu qysh po mendon ekipjes fjalën dakordohen. Po, nga deklaratat që kemi pas këtu nga disa influencerë, nga disa vajza kanë thënë që shumë shpesh po dëgjojnë nga miqtë e tyre që po dakordohen të dy palët. Pra pakica është, ende është kjo, shumë pakica është kjo pjesë, nuk pak mundet me thonë 20% është që ka fillu kjo, shumë pak është, ama është problematike kjo pjesa e tradhtisë. Nuk mund është mundo ashtu letë, pak mundo ashtu me marrëveshje, okej, po ndohemi, sa një shkon shumë mirë, po kjo s'besoj, na si popull, na si shqiptar nuk besojna që nuk e falim letë këtë pjesë, valla. Po, e nga kush po vjen më shumë tradhtia? Nga dy palët po vjen, po normal, ma shkujt janë ata pak, që frymëzojnë pak këtë pjesën, po tash nuk po këshyret, edhe femnat, edhe meshkujt, njësoj vëlla diçka po shkojnë krejt sanët. Krejt po tradhtojnë, a? Ndërsa sociologja na spjegon pak këtë punën që me të vërtet kur më shumë s'kemi dëgjuar që ka kështu prishjet raporteve pikërisht që vjen nga tradhtia. Pse po ndodh kjo? Po, mirë ta parafusja dhe mungesa e besnikërisë, unë do e cekja dhe mungesa për kushtimit se qef ndaj njëri tjetrit. Gjithashtu individualizmi, shmangja ndaj individualizmi që po sfidon, po mendoj shmangja nga traditat patriarkalizmi, do më thonë, që po e sfidon individualizmin. Kjo që, po, sigurisht më kujtohet, sepse me që edhe unë jam familjar dhe më kujtohet në kohën e Covidit, kemi dëgju rreth e qark sa shumë çifte janë divorcu për shkak të ndoshta edhe vakumit edhe gjitha asaj situatës që ishte e vështirë për të përballu, po ndërmjet fjalën e kam ndërmjet çifteve, ky vakum. Edhe aq shumë ndarje kam dëgjuar sidomos në qytetin ku unë jetoj këtu në Terezaj, po edhe rreth qark nesh, që me neve si familje dhe neve si çift ka qenë e kundërta. Ne jemi përkushtuar më tepër dhe kemi qenë më produktiv edhe një plus më i madh me rastin e Covidit. Kështu që për neve ka ndiku pozitivisht. Mendoj që do i kisha inkuraju dhe qifte që të kenë përkushtim dhe kohë sa më tepër njërë me tjetrën dhe gjithashtu si familje dhe mos të shpërbërën të mundohen. Mendoj që një prej formulave do e quja kështu, do ishte kjo, vështirësi është të durosh edhe jo të largohesh, domethënë të ecur në vështirësi që të marrësh forcën duke kontribu për me të vazhduar dhe për thjesht për të ndërtu si një familje me bazament të fortë. Për te asaj që nuk është e lehtë, askush mos shohshim në lëkurën asnjë vështirësi të ne dimë rritja e dhunës së vrasjeve gjithashtu dhe këto anomali shoqërore që janë mësë evidente në shoqërinë tonë. E qartë, një këshill shumë e mirë që u dha nga sociologja, e krahasoj pak me kohën e pandemisë, kur kemi pas ma shumë kohë për njëri tjetrin, kemi qëndru pra që mos dorëzohen aq lehtë që ndoshta mos jetë një arsye shumë e vogël që të çojë deri tek ndarja. Sociologja, ne të falenderojmë shumë për këtë inkuadrim. Faleminderit shumë. Dha disa nga arsyet sepse mund qoj një qift deri tek shkurorzime, do të kemi një inkuadrim tjetër, e kemi Nertila Haxhia, që është aktiviste dhe avokate, dhe përshëndesim. Nertila, mirë se vjen në Kosova Live. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën, ndjes për zërin, pasi jam pak e ftohur këtë kohë. Plotësisht e kuptueshme. Faleminderit. Nuk e di sa patët mundësi, ta dëgjoni pak a shumë atë që u tha në këtë bashkëbisedim, por një nga arsyet po del që mund të jetë tradhtia, problemet financiare,
që qojnë deri tek shkurorzimet. Madje sociologa tha që dhe rritjet e çmimeve qojnë tek këto themi konfliktet në çift. Cili është mendimi juaj në Po, absolutisht unë bie dakord me të dyja versionet, paktën referuar dhe fakteve, statistikave, shkaqeve, të cilat paraqiten edhe në jetën e përditshme, po kryesisht edhe pranë zyrave juridike, ku unë punoj si juriste, dhe por të gjithë të gjërat, domethënë si aspektin ekonomik, si çështjet emocionale që kanë bëjnë me atë që e quajmë tashmë tradhti, sepse unë realisht mes shqiptarëve ose saktë në qifte shqiptare akoma nuk kam kuptuar se kujt ja bën më shumë fajin kur bëhet fjalë për çështje tradhtie për të kërkuar zgjidhjen e martesës, sepse në fakt tradhtia më e parë brenda një çifti fillon kur komunikimi për problemet në çift nuk bëhet mes njëri tjetrit, por fillon të bëhet me të tjerët dhe pastaj shkon tek pjesa e ftojes brenda çiftit, çka mund të çojë edhe në lidhje të tjera sentimentale apo seksuale. Po ajo çka vjen keq është martesat të cilat zgjidhen me shkak tradhti, kryesisht janë shkaqe që kanë bënë vetëm me lidhje seksuale dhe jo lidhje sentimentale, sepse duhet bërë diferenca edhe këtu tani. Familjen nuk mundesh sigurisht për një krisje fizike që ta shkatrosh më një herë dhe mua më vjen shumë keq kur i dëgjoj sepse këtu i bie që ne ose nuk njohim veten tonë, ose kemi patur divergjenca vetëm seksuale gjithkohës, se s'ka mundësi për tradhti fizike të shkatrosh një gjë kaq të bukur që gjithkohës e doni njëri tjetrin. Mua nuk më leverdis në aspektin ekonomik si juriste ta them këtë. Po e them në radhë parë si grua vet, në radhë dytë si grua divorcuar, sepse unë kam statusin e divorcuar, pa shkak se nuk është tradhti arsye, por prapë se prapë mua më vjen keq se i dëgjoj tek shkaqet e tradhtisë më shumë se sa te shkaqet ekonomike. Po, shkaku ekonomik për mua është një shkak më i rëndësishëm, i cili realisht e marr më seriozisht për të thënë se shiko se kjo martesë me të vërtetë mund të funksionojë, për arsye se ekonomia është edhe çështje digniteti dhe hapësirës së cilit. Pra, nëse unë nuk punoj, sepse shumë gra dhe vajza nuk punojnë për çështje xhelozie, fanatizmi le ta themi, dhe nuk kanë mundësi për të përballuar ndoshta dëshmangjen e dhunës të një zotërie që është alkoolizuar dhe detyrohet të rrinë në kushte të dhunës dhe alkoolit pikërisht për arsye ekonomike. Dhe këtë gjë në lidhje me këtë shkakun në saktë ekonomik e quaj shumë më të dhimbshëm se sa shkakun e tradhtisë, për e tradhtisë po themi në çift për çështjet e zgjidhjes së martesës. Po. Mirë, do të kalojmë vetëm pas pak tek Petriti, por do t'i uroj mirëseardhje Antigona Kotori. Antigona, mirë se vjen Kosova Live. Përshëndetje edhe për juve, mirë se u gjej. Faleminderit shumë. Ishëm duke diskutuar se cila mund të jenë disa nga arsyet që brenda muajit shkurt ka pas 135 shkurorzime dhe po krahasonim dy arsye kryesore sipas bashkëfolësve që mund të jenë pra shkaqet ekonomike dhe tradhtia, por duket që kjo e fundit pak themi kështu po merr një përkraje më të madhe si arsye. Mendoj që arsye kryesore është tradhtia, edhe sipas kulumtimeve botnore, tradhtia është arsye kryesore e shumicës divorceve, edhe me thënë të drejtën është e dhimbshme pse njerëzit kanë nevojë me arrit deri në këtë pikë edhe me dështu diçka që investohet me vite. Antigona, pse mendon se tradhtojnë? Qoftë gjinia mashkullore, qoftë gjinia femrore? Çka e çon dikë më ardh deri tek një tradhti që ta prish kështu të themi një martesë, a? Po, përgjithësi me tradhtia, kur ndodh tradhtia, ajo ndodh te çaj partneri i cili e ka problemin. Gjithmonë tradhton ai që ka problem. Edhe duhet me kuptu këta të cilët janë të tradhtuar që në fakt partneri tyne e ka një problem kompleks i cili lip trajtim. Edhe mendoj që ndoshta kishte qenë mirë që na si individ, edhe si njerëz, edhe si komunitet, edhe si shoqëni me investu pak në zhvillimin e shëndetit mendor, edhe t'i trajtojmë njerëzit të cilët dëshirojnë me u trajtu, që me i këqyrë cilat janë ata probleme që e shtin njeriun, mas me qeni knaqëm kur me atë që ka. E qartë, Petrit, një mendim?
të ndin? Për gjithë të që diskutu? Unë se di ka i marrin këtu analiza, apo këtu statistikat të cilat dalin që thojnë është tradhtia në shkaku kryesor, unë mendoj që nuk është, sidomos prej përvojës që kam si avokat, do më thonë shumica e rasteve shkullërzime vinë për shkak të nashta një presioni psiqik që ja bëjnë njëri tjetrit, apo për shkak të dhunës fizike dhe psiqike që ndikon, dhe këtu janë ndoshta format më të shprehura si arsye të shkullërzimeve. Gjithashtu edhe rasti dytë, unë mendoj që janë dy arsyet, njëra e thash dhe tjetra është për shkak të gjendjes ekonomike financiare që mund të shkaktohen njëra anë problemet, në tjetrën anë gruaja fuqizohet edhe kërkon ndoshta shkullërzimin për një jetë ndoshta më të dinjitetshme, më të lehtë, më pak presion. Po çka thot për shembull një grua që për probleme financiare ka ardhur me kërku ndihmë për me kry procesin e shkullërzimit, a? Po, gjithmonë në raste kur ka, për shembull, kur ka mungesë financave, gjithmonë ka tendencë më shumë që të ketë probleme në mes familjes. E këto probleme tani shkojnë duke u rritur. Në mungesë të komunikimit, mungesë këshillimit, tash e kemi problem financiar edhe migrimin. Për shembull, për probleme financiare, shumë burra apo shumë djem kanë migruar në shtetet e jashtme. Me largimin e tyre fizikisht, largohesh edhe emocionalisht. Andaj ka ndikuar shumë edhe kjo rritje, po krejt kjo bazamentin si kryesore ka tek financat. A ndodhin tradhtit, ndodhin. Por te na nuk është një faktor kryesor që po janë disa. Një është evoluimi i shoqërisë që ka ndikuar, gjithashtu janë financat, kultura, për shembull, është ka tabu apo nuk kanë mujtë më shkullërzu, është stigmatizu personin nëse është shkullërzu. Tashme është në zvoglim e si për ky stigmatizim. Kështu që kanë qenë problemet, apo si të themi, kanë qenë shkaqe të ndryshme të shkullërzimet, dhe nuk mund të themi, apo nuk kumpon ai analiza apo vlerësim që thonë që shumica shkullërzimeve ndodhin nga tradhtit. Kështu që mendoj që këtu janë ma shumë nashta ndëgjune nga rrjetet sociale, apo nga statistikat të cilat nuk janë të verifikueshme. Inteligencës artificiale, edhe kurdo që ta pyetësh për të, ajo të jep një përgjigje, sepse sot i kemi informatat edhe statistikat që i marrim përmes ChatGPT-s. Po, inteligencë artificiale nuk shfrytëzohet për burime të informacionit, të sakta. Për shembull, të verifikueshme të na, mund është me marrë statistikat për shembull që janë nga organet që nxjerrin statistika lidhur me këta. Nuk pyetet ChatGPT-a sa shkullërzime ka në Kosovë, apo si tha parafolësja sociologja se këtu ka ndodhur 100 e sa shkullërzime ka ndodhur në muajin shkurt për shkak të rritjeve të çmimeve. Ato shkullërzime kanë nisur qysh 6 muaj përpara ose 1 vit përpara, edhe kanë ardhur për qëto informacione që jap ChatGPT. Avokat lidhet me problemet financiare. Unë me thonë që rregullohet një çështje ekonomike nëse dy persona ndohen. Na zakonisht bashkohemi për mu bu më të fort financiarisht. Kush e tha këtë pjesë? Nëse e thu që është arsyeja financiare, duhet me na tregu, apo do të më thonë që vetëm dikush është të punuar, dikush të e keq përdor që atë arsye financiare apo pse? Jo. Unë thash arsyet financiare janë për shkak të dy raste. Në rastin kur ka mungesë në familje financiare, janë më të shpeshta grindjet. Edhe të çojnë të ndarja. Mungesa financave. Dhe në dy është edhe migrimi, si tham, se mungesa financave apo mungesa e punës në Kosovë ka qenë migrim burrat apo edhe gratë. Edhe ndarja fizike vjen deri te ndarja emocionale apo ftohja emocionale dhe ndarja. Të gjitha nga pak këto e bojnë një ndarje. Si cilat, me thonë, nëse ki mungesë komunikimi, pjesa komunikimit është gjëja kryesore, nëse te nuk ki komunikim me personin tanë, zgjedhjen që te çdo problem, çdo hall që e ki, nëse nuk din me komuniku me personin tanë, ajo është sani kryesor që ti mundesh munda me personin tanë që e ki ofër. Sani kryesor është që kjo, nëse kjo vazhdon, pjesa komunikimit me zgjedh problemin, njani me tjetërën, nëse kjo vazhdan, shkon të uzbej lidhja, shkon të ura, mas ne shkon të tradhtia, tani me pas edhe shtes pjesën edhe kjo do me thonë, qëtu jenë që atu, do me thonë, krejt jem këto bashk, që hinë edhe ma njeri dërzot edhe s'ki qka ma.
Por është edhe kjo pjesa që tha avokatja, ndoshta ma herët kanë pas gjithë këto probleme, por kanë duru. Kanë duru, ajo është tjetër sana, ajo është tashma nuk po durojnë, tash nuk është mod që shka qenë, edhe shumë mirë që nuk është për disa gjëra, nuk është mirë, por për disa gjëra është mirë, po... Për çka nuk është mirë, për shembull? Por nuk është mirë se tash prishëm për paka, vëden, tash prishëm për një like, prishëm për një muhabet, tash shumë letë është kjo. Për një follow. Për një follow, për jo kështu, adim për... Para për shembull kanë duru ma shumë, jo familjarët, jo sane, tash nuk bën një në nënë edhe me duru shkakit e tjerëve, se kur kush nuk bedin në çfarë karrike jete. Edhe abden që kjo është qaja, tash edhe kënej është keq se për një like mu prishë, se për detaje shumë të vogla, por edhe aje pjesa u kanë keq, se te me duru shkaki i rrethanav. Nertilën ta pysim, sepse Nertila tha që e ka statusin është e divorcuar vetë dhe ta bëjmë këtë krahasimin se si ka qenë më herët. Nertila, duket që ka ndryshu pak sa i përket çështjes së paragjykimeve, tash nuk është që merren edhe as tragjike ndarjet, merren si diçka krejtësisht normale, një proces që është vendosur qoftë nga çifti bashkë, qoftë nga njëri prej partnerëve që e merr atë vendim. Sigurisht që nuk është diçka, po themi, e preferueshme, po padyshim që në aspektin e vimësisë, vazhdimësisë, hapësirave, individualitetit dhe, po themi, qytetarisë, sigurisht është gjë normale. Në këtë aspekt, absolutisht. Dhe këtë mendim nuk e kam vetëm unë që jam juriste dhe të gjithë juristët të tjerë në përgjithësi, por është, domethënë, ka kaluar një lloj niveli edukimi në raport me lirinë personale dhe zgjedhjen personale për çdo lumtur. Se në finale, po themi, gjithë tendenca e njerëzve është lumturia personale. Dhe për këtë nuk besoj se ka dyshim ndonjëri në lidhje me lumturinë personale, pavarësisht se si e koncepton dikush lumturinë personale. Unë personalisht lumturinë time personale e konsideroj një nënë me shumë fëmijë, atje me një makinë plot me kalamaj dhe vazhdoj procesin tim ditës me punët e tjera. Pra, edhe kjo edukimi mbi lirinë personale ka sjellë që shumë njerëz ta eliminojnë nga mendja idenë që është fatkeqësi, po themi ndarja. Dhe fjalën fatkeqësi unë nuk kam dëshirë ta përmend fare në këto proceset e tjera kur jemi gjallë, përveç se kur njerëzit vdesin dhe s'kan mundësi tjera, por që praktikisht duhet të ketë një balancë edukimi, qoftë edhe nga familja, në raport me ndarjet, sepse unë i mëshoj faktit asaj që ka thash përpara, dhe kur them ekonomi dhe financë, nuk them vetëm për atë çka hajmë dhe çka pim, por edhe atë çka investojmë, secilin familje tek vetja me ato financa. Sepse nëse ke një vajzë të mirë edukuar me ato financa, një vajzë që punon dhe edukon, rrit veten vazhdimisht, e ka më të lehtë për ta bërë dhe zgjedhjen për atë martesën që nuk e prish për një follow. Një vajzë edukuar dhe që ka punuar gjithë jetës vet, nuk e ka llasuar as baba, as vllau me para të mëdha atje, dhe nuk e ka edukuar që duhet mbaj burri, kjo lloj vajze e ka shumë të vështirë të marrë dhe vendimin për divorc. Në kuptimin e fjalës jo vështirë, por e mendon shumë më thellë një veprim apo një vendim në lidhje me vendim me afekt. Absolutisht, një vajzë që punon, që po themi e re e vogël vazhdimisht dhe edukohet me parat e prindit kur është fare e vogël, sepse fare e vogël s'ke çat punosh, unë e kuptoj këtë. Pra, edhe kjo financa në familje duhet investuar edhe për gjëra që kanë bëjnë me edukimin. Dhe unë mendoj që edhe shpërndarja e financave dhe mënyra se si këto financa në familje investohen, është problem tjetër më vete i po themi shkaqeve për parandalimin e situatave të tilla. E qartë. Antigona? Unë për shembull për financa nuk kam dëgjuar në një rast që është divorcu dikush shkaku i financave, mund të divorcohet shkaku i bigjozit ose keq përdorimit të financave, o shkaku i financave pse dikush s'ka ose pse ajo më duket pak e çuditshme. Megjithatë, kur flasim për divorcin, na duhen me ditë që divorci është një prej traumave më të mëdha që mundet njeriu gjatë jetës me i përjetu, edhe asnjë divorc nuk e shoh të lehtë, edhe nuk mendoj që njerëzit e bijnë atë vendim ad hoc. Mendoj që është diçka e madhe, diçka që shpesh njerëzit nuk e mendoj që shpesh e bojnë në revolt ose në momente të idhnimit, edhe nuk duhet me e bo në atë mënyrë, sepse mendoj që gjithçka mundet më ndreq, atë raporti mundet me ndreq, nëse jep mjaftueshëm kohë. Po, Antigona, ndoshta ta bëj një pyetje më drejt për drejt edhe personale, a je pishman që je divorcu?
Une herën e parë jam divorcu me vullnetin tem, herën e dytë kam qenë e detyrume me u divorcu sepse nuk është mvarë prej meje. Nuk mund me thanë, nuk jam pro divorcit. Në martesën e dytën e kam jetu 24 vjetë, në martesën e parë kam jetu 8 vjetë. Jam njëri që e du familjen, e du bashkësim familjare, ja që fati s'ka dash që une me pasate, edhe për atë luftoj fort kundër divorcit. Po, pra që ta japim si shembull për të tjerë, ata që ndoshta janë në këto faza që ndoshta duhet që ndrojnë më gjatë, të komunikojnë më shumë, të mundohen të zgjedhin ato probleme dhe jo gjithmonë ta shohin si rrugdalje divorcin, apo jo? Po, pajtoha me ty plotësisht, mendoj që gjithmonë ka zgjedhje, edhe mendoj që divorci nuk është zgjedhje, është zgjidhje në raste kur kemi dhunë, edhe kur kemi maltretime të natyrave skajshme, aty nuk du me diskutu, për shembull bigjozi, çka diun se çka narkomania, alkoholizmi, dhuna në familje, tutje, ata janë problematikat e cilat vërtet kërkojnë një zgjidhje, mirë po tjerat më duken të zgjidhshme, edhe më duket që duana me pas institucione që merren me mbrojtjen e familjes. Po, si që ndodhë në shtetet evropiane, ne se kemi këtë ndoshta edhe këto seancat në qif që me shku edhe me folë për problemet e tyre. Mirë Nertila edhe Antigona, unë ju falenderoj shumë për këto mesazhe që i ndohet sot, qoftë nga përvoja juaj, qoftë nga jo që keni dëgjuar, kështu që ju falenderoj shumë edhe njerë. Dy herë ju falenderova. Ndërkohë Petret, pra është edhe kjo, që mungojnë seancat që çiftet mundën me shku ndoshta edhe me i folë problemet e na janë këto shumë tabu. I shohim vetëm në Kishë në mund është që ato për që ato, po njëri është në gjak nëzet në atë moment, njëri nuk e den që ka të vjenë, që është cilën muabetet, që është cilën situatat edhe. Aja është pak në dimes, normal që kur të folë dikosh një person, shkon drejtosh, i thue kam qitë problem, aje qëtëson, shtin me mendu ma gjatë. Po, sepse janë edhe profesionistë është ndim shumë e mirë, edhe është, kësha desh bilesh sa ma shpejt në Kosovë, kemu bok, çdo shtëpi me pas njëri jo, se është shumë e mirë për trunin, për vetën, është qëtësi, edhe të ndimon, ama nuk është që mundet diçka me pështu, se nëse është diçka që është vazhdon të nkohen presione, ose që apo dione qëto financiare, ose ato mos marrë veshje që i ka si çdo qef, me nëse vazhdojnë ato me vite, nuk mundet me ndimu kërkosheq. Për pos veç deri të ndonë. Një mesazh për fund, një këshill që e ki të utë për çiftet. Një këshill, mendoj që duhen njëri tjetrin, mendoj që komunikimi është çelësi kryesor i çdo lidhje. Petret, një këshill fundit si avokat. Realisht në pishat në Shkurt, do më thonë, regjistruan 135 raste të shkurorëzimit. Sa raste janë që, do më thonë, nuk kanë kuror fare dhe ndahen. Kjo është shumë ashtë qetësuese se kjo, sepse në këta kemi statistika, po sa statistika janë që janë ndarje që janë të pakurorëzume. Kështu që unë mendoj që janë shumë a shumë, andaj ne duhet folum për shkaqet, duhet folum si mund të ndalojmë të shkurorëzime, po si do që tjetë kjo na merr në shtanë një emision tjetër, si do që do tjetë komunikimi mes tyre me mirë kuptimi e kaq. Po, do të kemi mundësi pse jo që të bisedojmë pikërisht për këtë, se si duhet kujdesemi, ndoshta që mos të vim deri tek shkurorëzimet, ose në qoftë se dikush po duron diçka që s'duhet të duroj të marrë një vendim të tilla, sepse janë këto dy anë të medaljes. Unë ju falenderoj shumë që ishit sot në studio.